As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Të gjitha mirësitë dhe harmonitë, dashnitë i takojnë vetëm Allahut Teala, Zotit të gjithësisë. Paqja dhe bekim për profetin tonë Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të nderuar dhe me gjithë ata që ndjekun sunetin e pastër. Amin. Dëshmoj dhe vërtetoj se Allahu është një dhe i vetëm. Dëshmoj dhe vërtetoj se Muhammedi alayhi salam është robi i tij dhe i dërguari i tij. Të nderuar mysafir, mirë se erdhët në shtëpinë e Allahut Teala. Zoti ju lëmë shëndet, mirësi dhe harmoni në familjet e juaj inshallah. Amin. Pas se fillojmë me hutben, po përmendim disa këshilla të arta nga profeti i Allahut Muhammedi alayhi salam, të cilat janë burim për të gjithë njerëzimin dhe jo vetëm. Të nderuar mysafir, pikë pari profeti Allahut Muhammedi alayhi salam ka thënë: respektoni tre persona: prindërit, mësuesit dhe të moshuarit. Së dyti, ruaj veten tënde nga tri gjëra: nga vepra e keqe, nga përvojimi dhe nga xhelozia. Së treti, të keni tek vetja juaj tri gjëra të çmuara, dhe ato janë ndëshmëria, besimi dhe veprat e mira. Gjithashtu, si këshill, profeti Allahut Muhammedi alayhi salam ka thënë: merrni tri gjëra: njohuri të dobishme, sjellje të mirë dhe devotshmëri për Allahun Teala. Gjithashtu ka urdhëruar profeti Allahut Muhammedi alayhi salam nëpërmjet këshillës: mbajini tri gjëra të pastërta. E para, trupi juaj, rrobat tuaja dhe mendimet e sinqerta. Gjithashtu, profeti Allahut ka këshilluar të mbajmë në kontroll tri gjëra, dhe ato janë gjuha kur flasim, zemërimi ynë, si dhe shpirti të jetë gjithmonë i pastër. Dhe së fundi, marrni mend tri gjëra: mbana dhe përkujtoni vdekjen, të tjerët që ju ndihmojnë mos i harroni, dhe këshillat që i merrni nga të tjerët të cilat janë të dobishme. Zoti inshallah na i praktikon këto këshilla të arta të profetit të Allahut Muhammedi alayhi salam, i cili ka qenë udhëzim për marrë njerëzimin. Të nderuar mysafirë të Allahut, sot me lejen e Allahut të flasim për urdhrin e Allahut për prindërit, rrezikun mosbindjes ndaj prindërve dhe rrezik tjetër braktisja e tyre në kohët e sotme. Bismillah. Të nderuar mysafirë, ta dini se Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlar e fillon urdhrin e tij duke pas pikë synim besimin tek Allahu një dhe tek respektimi i prindve. Në surën El-Isra, në ajetin 23, Allahu i lartësuar urdhëron dhe thotë: mos adhuroni askënd tjetër përveç meje, dhe silluni mirë dhe me mirënjohje me prindërit tuaj. Ky është urdhri me të cilën Allahu Teala pikë së pari tregon pra tauhidin, njështërinë e Allahut, dhe së dyti respektimin e prindve. Sa i rëndësishëm është respektimi ndaj prindërve. Të nderuar mysafirë të Allahut, ky ajet na tregon se mosbindja ndaj prindve është gjunahu më i madh pas asaj me të cilën pra është shirku tek Allahu Teala. Të dyja këto gjendje Allahu nuk i fal, si në këtë dynja, ashtu dhe në botën tjetër.
Prandaj të kemi parasysh respektin ndaj prindërve tanë. Në ajetin 24 të kësaj sure, përsëri në surën El-Isra, Allahu i lartësuar urdhëron dhe thotë: mos u thuaj atyre, pra prindërve të tuaj, as uf, por të jesh i butë dhe i përulur me ta. Pra në qoftë se fjala uf është mëkat, pra gjuna, imagjinoni kur ne i lejmë pas prindërit tanë duke i braktisur, dhe me keqja duke i lejnë në vetmi, dhe me keqja e madhe kur i kemi mundësin t'i çojmë në azil. Kjo është mëkati më i madh, pra është gjunahu më i madh pas adhurimit të Allahut Teala. Të nderuar mysafirë të Allahut, sot jemi në një sprovë të re, jo si më parë. Shumë të ri dhe të reja kërkojnë liri në thojsa. Ato nuk duan këshillën e prindërve të tyre, nuk duan t'i flasin dhe t'i tregojnë për rrugë daljet apo për këshillat e jetës. Ata kërkojnë pavarësi dhe liri. Të gjitha këto mosbindje ndaj prindërve nuk janë gjë tjetër veç shenjat e fitnes. Pra janë shenja me cilën është një sprovë tek rinia e sotme. Sot të rinjtë tanë po i shohim dhe po i vrejmë kudo, që pikë së pari i kthejnë fjalën prindërve të tyre. Aq më e keqja t'u thuash uf atyre. Prandaj këto shenja janë mjaft të rrezikshme dhe për këtë na ka paralajmëruar profeti Allahut Muhamedi alayhi salam shumë kohë më parë, duke na thënë: do vi një kohë ku fëmia do të jetë shkak i dëshpërimit të prindërve. Dhe kjo kohë besoj se ka ardhur. Sot prindërit mërziten për shumë gjëra dhe shumë arsye me cilët ato i kanë. Pra mos dëgjimi i fëmijëve, veshjet e tyre, lëvizjet e tyre dhe shumë gjëra me cilët i mërzisin prindërit. Dhe kjo është një fitnë e madhe. Ndërsa Allahu i lartësuar në Kur'anin pa më lart, në lidhje me fitnën ka thënë: a menduan njerëzit se do t'u thuhet vetëm të besoni e të mos vihen në sprovë? Kjo është sprova me cilën Allahu Teala sot e ka vendosur fëmijën dhe sidomos rininë e sotme kundra prindërve të tyre. Kjo sprovë e cila vërteton respektin dhe mirënjohjen ndaj prindërve. U shëruan respektin dhe mirënjohjen, ai do të jetë i shpëtuar në këtë botë, ora në botën tjetër. Për këto dy gjinahe, Allahu i lartësuar është betuar se nuk do t'i falë as në këtë botë, e jo më në botën tjetër. Zoti inshallah na udhëzon fëmijët tanë dhe na i ruan dhe na i rrit të hajrit. Amin. Në kohën e sotme po shohim shumë raste që të rinjtë tanë kur martohen i lënë prindërit në vetmi. Profeti Allahut Muhamedi alayhi salam ka thënë: xheneti është në këmbën e nënës. Dhe kënaqësia e Zotit gjendet te kënaqësia e babait. Do janë prindërit. Pra, në qoftë se duam të fitojmë xhenetin, të respektojmë nënën, dhe në qoftë se duam kënaqësinë e Allahut, të respektojmë babain. Këto janë ato që na sohen në jetë, na dhanë mirësi, lanë haram dhe meten pa gjumë, u shqetësuan me bitet e tëra për të na rritur të hajrit, për të na shkolluar, për të na ushqyer dhe për të na edukuar. Dhe kur ne sot nuk është problem, ky është një gjinah i madh. Kuptimi i këtij hadithi të thellë, në cilën profeti Allahut Muhamedi alayhi salam ka thënë se xheneti ndohet në këmbën e nënës dhe kënaqësia e Allahut ndohet te respektimi i babait, ka të bëjë me mirësinë dhe rëndësinë e madhe që prindrit kanë në Islam. Allahu e ka lidhur kënaqësinë dhe mëshirën e tij me kënaqësinë e prindërve. Sa të shenjtë dhe sa të adhurueshëm janë Allahu dhe prindërit me cilën pra na kanë krijuar në këtë botë, na kanë pruar me një sebeb me cilën Allahu ka dashur. Nëse prindi është i kënaqur me fëmijën e tij, edhe Allahu është i kënaqur me të. Prandaj, sado që të falemi, sado që të lutemi, të agjerojmë
dhe në qoftë se nuk janë prindrit e kënaqur me ne, asgjë nuk njihet, pa çdo gjë shkon bosh. Subhanallah. Zoti na ruajt inshallah. Allahu është i kënaqur pra me veprat tona, në qoftë se ne i respektojmë prindërit tanë. Allahu i kënaqur me namazin ton, me agjërimin ton, në qoftë se ne i kemi respektuar dhe vazhdojmë të respektojmë prindërit tanë. Jeta fëmijës bekohet me bereqet në qoftë se ka respektuar prindërit e saj, pra prindërit me cilën e ka rritur, e kanë edukuar, e kanë ushqyer. Kjo është mirësi me cilët Allahu i begaton të gjithë ata që i ka respektuar prindërit në këtë botë, e cila është një sprovë e madhe për të gjithë ne. Të gjithë jemi në sprovë, dhe si të tillë, Allahu pra ka urdhëruar në sure, në mjaft ajete kuranore, se të gjithë ne krahas besimit do të sprovohemi në gjëra me të cilët kanë të bëjnë me besimin tonë. Të nderuar mysafirët e Allahut, prindërit janë amaneti më i madh. Prandaj, Allahu i lartësuar e ka vendosur pozitën e prindërve pas tij. Pra më njëherë, pas dëshmisë së Allahut Teala për njerëzmërinë e tij, ka vendosur prindërit, të cilët janë shumë të afërt tek Allahu Teala. Në Islam, pas adhurimit të Allahut, urdhri i dytë më i madh është sjellja dhe respekti i mirë me prindërit. Prandaj t'i hapim veshët mirë dhe të dëgjojmë çdo këshill me cilën duhet pikë së pari të respektojmë prindërit tanë, të cilët na shohin në këtë dynja, sepse ato janë shkak i rritjes dhe jetës sonë. Pra prindërit na kanë sjellur në këtë jetë, na kanë rritur dhe ushqyer dhe edukuar, kanë duruar dhimbje të mëdha, lodhje dhe shumë gjëra me cilën kanë sakrifikuar gjumin dhe tjerë. Në surën Luqman, në ajetin 14, Allahu i lartësuar urdhëron dhe thotë: bëhu mirënjohës ndaj meje dhe ndaj prindërve të tu. Pra Allahu i lartësuar pikë së pare ka vendosur gjendjen tek mirënjohja e tij dhe më pas tek prindërit e tu. Kjo është liuja me cilën duhet të fitojmë inshallah xhenetin dhe inshallah mirësinë dhe bereqetin në këtë botë dhe xhenetin në botën tjetër. Lutja prindrit është një tjetër mirësi për fëmijët tuaj. Pra në qoftë se prindi lutet për fëmijën e tij, për mirësi, bereqet dhe harmoni, do ta gjejë, sepse Allahu Teala nuk vendos perde në lutjen e prindrit. Prandaj është mjaft e rëndësishme që prindrit të luten për fëmijët e tyre. Dhe kjo është mirësi shumë e madhe në lidhje me nënën dhe me babain kush i ka. Dhe nëse luten për fëmijët e tyre për hajër, do gjejnë hajër. Dhe nëse luten edhe për keq, do ta gjejnë atë keqe. Prandaj respektoni prindërit dhe keni frikë Allahun. Keni frikë sepse çdo gjë me cilën bëhet në dëm të prindërve është në dëmin tuaj. Pejgamberi Allahut Muhamedi alayhi salam ka thënë: lutja e prindrit për fëmijën e tij është e pranuar tek Allahu Teala. I rëndë është dënimi i Allahut kur fëmia nuk i bindet prindit. Prandaj kujdes në çdo të folur, në çdo të qeshur, në çdo sjellje apo në çdo fjalë me cilën ne ja kthejmë prindërve tanë. Profeti Allahut Muhamedi alayhi salam ka paralajmëruar: dy gjunahe do të na shkohen në këtë dynja. I pari është zullumi që i bëhet karshi atij të doktit, dhe së dyti është mosbindja ndaj prindrit. Të dyja këto gjunahe do të na shkohen në këtë botë, ka thënë Allahu i lartësuar dhe profeti i tij Muhamedi alayhi salam. Prandaj, të nderuar mysafirë të Allahut, të kemi kujdes për prindërit tanë. Gjithashtu, dërgimi i prindërve në azil, pa pasur shkak dhe nevojë, është një tjetër gjuna e madhe, me cilën do të na shkohen edhe në këtë dynja, por edhe në botën tjetër nuk do të gjejmë shpëtim. Duke mbyllur, po gjejmë fjalën e profetit ton Muhamedit alayhi salam, i cili ka këshilluar të gjithë muslimanët. Ai ka thënë: ai nuk është prej nesh, pra nuk është musliman i mirë. Ai që nuk i respekton të moshuarit, dhe aq më tepër
prindërit e tij. Pra si mund të jemi musliman të mirë kur braktisim prindërit tanë, si mund të jemi namazdi, apo agjërues, apo vepër mirë kur nuk respektojmë prindërit tanë. Dhe kjo është një çështje me cilën të gjithë ne duhet të kemi parasysh sa nuk është vonë dhe të bimë në tobe pra të çfarë kemi bërë dhe të sillemi mirë me prindërit tanë. Të nderuar mysafirë të Allahut, Zoti mos na sprovoft inshallah me këto sprova që na pengojnë hyrje në xhenet. Zoti na falë dhe na mëshiroft. I falë dhe i mëshiroft ata që kanë dorëzuar shpirtin tek Allahu Teala, prindërit tanë. Dhe inshallah të gjithë së bashku na bashkon në xhenetet kur jellin lumej. Amin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. تعظيما لنبيه وتكريما لفرمة شرف في صافي فقال عز وجل منك المهبرا وآبرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Edhim salavat në profetin tonë Muhammedin alayhi salam. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.